Kryeministri Edi Rama ka thyer heshtjen sa i përket hetimeve të prokurorisë së posaçme ndaj Akshit, ku e përfshirë është dhe drejtuesja e institucionit Mirlinda Karçanaj. Në podcastin e tij flasim, kreu i qeverisë i cilësoi akuzat të hatashme. Megjithatë, u shpreh se duhet pritur më parë fjala e drejtësisë. E di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë së Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia. Sipas Ramës, pretendimet e kundërshtarëve politik dhe jo vetëm nuk mund të zhbëjnë progresin e bërë nga Akshi. Shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje të ligjit që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thotë vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë. Madje theksoi se vendi është vlerësuar dhe nga ndërkombëtarët, sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe jo vetëm. Shqipëria 700 tenxhereve politike mediatike dhe histerike nuk e mund dhe nuk e përul dot as në moralin e luftës kundër korrupsionit, Shqipërinë e reformës në drejtësi, Shqipërinë e pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik, Shqipërinë e qeverisur nga forca e pasionit dhe vullnetit shtetëndërtues, ku për herë të parë në histori. Më 23 dhjetor, Karçanaj dha dorëheqjen nga posti, duke ja deleguar kompetencat vartëse së saj, Romina Kostani. Ajo është marrë pa ndehur nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion për abuzime me tenderat e agjencisë që drejton.